7 shtëpi janë ndjekur tërësisht në një zjarr të madh që është përtheu rreth orës 13 në qendër të Strugës në afërsi të Hotel Beograd. Përveç dëmeve materiale, fatmirësisht nuk ka viktima në njerëz. Dëshmitarët thonë se zjarri rrezikonte edhe ndërtesat më të reja, por për fat asnjëra prej tyre nuk u përfshi nga zjarri. Bëhet fjalë për një lagje me rrugë të ngushta dhe ndërtesa të shpeshta, kështu që depërtimi i zjarrfikësve ka qenë i vështirësuar. Në ndihmë të zjarrfikësve të Strugës erdhën kolegët e tyre nga Ohri. Në betejën me zjarrin që shkaktoi panik të gjerë, përveç zjarrfikësve u përfshin edhe shumë strugan. 5 minuti, za 5 minuti to već izbuvna i se zapalija si tekuć. To беше sada rabota. Od kada je počna, od što počna, ne. Nema saznanje, ništa. To je, ne znajme. Pa se zapali neko od starите kući, prvo, pa se zapali uše 3-4 kući. Сега се гледа да се спаси što može da se spasi. Znači, požarot je mnogo strašan i požarnikarите od Struga i od Ohri se tružат što može повеќе да ги спасат куќите. Запалени се стари куќи во централово градско подрачје. Проблемот беше во тоа што пристапот е многу ограничен. Многу несовесни граѓани ги паркираат своите автомобили, не можеше пожарната единица da intervenira. Sipas inspektimit në terren mund të konkludohet se është bërë një dëm i madh material, ndërsa struganët thonë se nuk mbajnë mend një zjarr të tillë në qytetin e tyre. Edhe pse zjarri për herë të parë është shfaqur në një nga shtëpitë, ku askush nuk ka jetuar dhe me shpejtësi të madhe është përhapur në ndërtesat e tjera, arsyeja e shpërthimit të zjarrit ende nuk dihet. Në vendngjarje pasdite doli edhe kryetari i komunës Ziadin Sela. Ai tha për Alsat Më se si pushtet lokal do të ngrenë iniciativë deri te Këshilli i Komunës së Strugës për përcaktimin e ndihmës fillestare për të dëmtuarit.